Horoskopi ditor e martë, 14 tetor 2025, Dashi. Do të argjoni shumë energji në komunikim, biseda dhe korespondencën me të tjerët. Kjo do të jetë një kohë e mrekullueshme për të shlodhur, sidomos në shoqërinë e njerëzve të veçantë. Kjo ditë është e përkryer për diskutime miqësore. Demi. Sot do të jetë një ditë e mirë për të ndryshuar mjedisin rreth jush. Megjithatë, Demi nuk duhet të ndryshoj planet në momentin e fundit, vetëm se ato nuk rinë mirë për ju. Natyra juaj konservatore është e tërhequr për risi sot, por ky interes mund të largohet shpejt, madje edhe të zhduket. Binjakët janë njerëz të shoqërueshëm dhe sot do të kenë mundësi të shfaqin anën e tyre intelektuale. Interesat dhe njohuritë tuaja do t'ju interesojnë shumë njerëzve që ju rrethojnë apo bashkëpunëtorëve tuaj. Ju mund të merrni disa lajme nga jashtë. Fati i mirë do t'ju shoqërojë në shumicën e aktiviteteve tuaja sot. Gaforia. Do të mendoni se gjërat do t'i keni të vështira sot, por jo, do t'jetë një ditë e qetë dhe do të ndiheni rehat dhe të përkëdhelur nga njerëzit tuaj të dashur deri në mbrëmje. Nuk i keni shumë qejf ndryshimet e papritura, doni të llogarisni çdo gjë. Luani, krenaria juaj mund të lëndohet sot, madje edhe nga dështimi më i vogël. Perceptohet si katastrofë nga ana juaj. Ju nuk pëlqeni asnjë ndryshim që vjen në mënyrë të menjëhershme. Nuk do të jetë një ditë e mirë pasi nuk pëlqeni të takoni shumë njerëz. Virgjëresha, nuk është një ditë për aventura të reja. Shumë nga ju nuk do t'ju pëlqej argëtimi në lokale të shumshme apo në muzikë me zë të lartë. Në disa takime mund ta ndjeni veten në siklet. Gjëja më e mirë është t'i lini gjërat të rrjedhin në ritmin e tyre. Peshorja, anakrijuese është për tokë. Modi juaj nuk është në më të mirën e tij. Në shtëpi gjërat nuk po shkojnë siç duhet, prandaj dita do të jetë e mërzitshme. Do të diskutoni për udhëtime, komunikimet mund të jenë të mrekullueshëm me njerëz interesant, por gjithçka mbetet shumë e zymt. Akrepi, ditën e sotme do të ndjeni veten të kufizuar. Ju jeni tip impulsiv, por sot duhet të qëndroni urtë në disa situata për të përfituar më të mirën prej tyre. Duhet t'i rezervoni vetes të drejtën për pak pushime. Duhet të shmangni ngarkesat dhe të mos harxhoni shumë kohë në internet. Shigjetari, jeni të prirur të zhvilloni takime me disa njerëz të tjerë. Do të zhvilloni disa takime tek të afërmit tuaj dhe do të organizoni festa të ndryshme. Nuk do të harroni edhe miq që i keni larg, me të cilët do të zhvilloni biseda të gjata. Bricjapi, nuk ju pëlqen të bisedoni për gjërat personale, do të ndiheni të lodhur dhe do të keni dëshirë për pak pushim. Është një ditë e mirë dhe duhet ta vini në zbatim. Një mik i mirë, bisedat me të, por edhe të lexuarit e një libri do të jenë shoqëruesi tuaj për pasditën e sotme. Ujori, ju jeni vërtet në ato që bëni dhe thoni, por për ju kjo është e rëndësishme. Rrethana dhe zhvillimet e ditës do t'ju nxjerrin në pa juve reptësinë dhe rregullin që keni gjatë të punuarit. Pasdite mund të mos ndiheni mirë, por yjet ju këshillojnë të merrni çdo gjë me qetësi. Peshqit, mos lejoni të huaj dhe kalimtarët e rastit që të prekin shpirtin tuaj. Për ju sot është një ditë e qetë. Do të keni shumë dëshirë të merreni me aktivitete sportive dhe fizike për të djegur energji negative. Shumë prej jush do të merren me aktivitete sportive.